Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon të vërtetën. Ja çfarë tregon fryrja e këmbëve dhe e duarve për shëndetin tuaj. Enjtjet e duarve dhe të këmbëve si pasojë e akumulimit të lëngjeve në inde mund të krijojnë vështirësi në jetën e përditshme. Kjo ndodh nga faktorë të ndryshëm siç është edhe ndryshimi i temperaturës. Megjithatë, sipas të dhënave, enjtja e duarve mund të jetë simptom e ndonjë problemi të fshehur shëndetësor. Një prej arsyeve mund të jetë edhe enjtja e duarve në mëngjes. Duart duken më të enjtura në mëngjes sepse qëndrimi i shtrirë gjatë natës mundet të nxjisë akumulimin e lëngjeve në duar. Ekspertët këshillojnë që t'i vini duart në lëvizje, t'i shtendosni, gjithashtu edhe t'i lëvizni derisa duart të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme. Kjo do të japë rezultate fantastike për gjendjen tuaj, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Enjtjet e duarve dhe të këmbëve mund të vinë edhe për shkak të motit. Këmbët dhe duart e enjtura mund të ndodhin më shpesh në motin e nxehtë. Kjo ndodh sepse enët e gjakut zgjerohen në përpjekje për të përmirësuar qarkullimin më të shpejtë dhe lëkura mund të mbajë atë më të freskët. Në këtë rast, ekspertët këshillojnë që t'i fusni gjymtyrët tuaja në ujë të ftohtë dhe të shfryen menjëherë. Kështu rezultatet do të jenë fantastike dhe gjithashtu do të keni një zgjidhje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Në këtë rast, është e rëndësishme të mos neglizhoni edhe konsultat me mjekun. Aktivitetet të caktuara fizike, gjithashtu edhe gjendja juaj e shtatzanisë mund të ndikojnë në fryrjen dhe enjtjen e këmbëve ose të gjymtyrëve tuaja. Përdorimi i duarve ose këmbëve gjatë aktiviteteve fizike mund të shkaktojë edhe enjtje të tyre. Kjo ndodh sepse gjatë aktivitetit fizik trupi do të nxehet, ndërkohë që gjatë shtatzanisë enjtja e këmbëve dhe e duarve është një simptom shumë e zakonshme. Gratë rekomandohet të veshin rroba të lehta dhe të kryejnë aktivitete fizike të lehta në mënyrë që të përmirësojnë gjendjen e gjymtyrëve të tyre. Përdorimi i tepërt i kripës mund të nxjisë gjithashtu edhe shfaqjen e problemeve të njëpasnjëshme. Konsumi i tepërt i kripës mund të nxjisë edhe shpërthimin sa më të madh të lëngjeve që nxisin edhe enjtjen e duarve dhe këmbëve tuaja dhe mund të nxjisë gjithashtu edhe probleme të njëpasnjëshme. Një problem tjetër i cili mund të shfaqet edhe për shkak të enjtjeve të gjymtyrëve mund të jetë edhe problemi i artritit. Enjtja e gjymtyrëve është një simptom shumë i përhapur i artritit. Në rastin e kësaj sëmundje, duart janë më të enjtura dhe më të ngurta që në orët e para të mëngjesit. Ndaj tregoni të arsyeshëm me gjendjen tuaj shëndetësore dhe mos neglizhoni në këto raste edhe konsultën me mjekun. Ka rastet kur mund të zgjoheni edhe me enjtje të fryrjeve të gjymtyrëve. Në këto raste, një konsult me mjekun specialist është gjithçka që ju duhet për të menaxhuar problemin tuaj dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Sigurohuni që nëse gjymtyrët tuaja janë të enjtura të kryeni edhe konsultat e duhura me mjekun, pasi vetëm kështu do ta keni më të lehtë edhe shfuqizimin e këtij problemi. Është e rëndësishme që të konsultoheni më shpesh me mjekun tuaj dhe të ndryshoni gjithashtu edhe dietën tuaj ushqimore për të përmirësuar gjendjen shëndetësore dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Enjtja e gjymtyrëve mund të vijë gjithashtu edhe për shkak të përdorimit të kriprave të tepërta në dietën tuaj, çka do të sjellin rritjen e problemeve të fryrjeve dhe gjithashtu përkeqësimin e shëndetit tuaj. Nëse jeni duke përjetuar enjtje në këmbë, në kyçe dhe këmbët vazhdimisht mund të ndryshojnë në formën e tyre dhe lënë një grop në lëkurë me prekjen e lehtë, atëherë mund të jetë për shkak të lëngjeve në inde. Kjo mund të tregojë gjithashtu një çrregullim të veshkave ose edhe zhvillime ekzistuese të problemeve të këto persona. Profesor Vijay Said, shefi i departamentit të nefrologjisë në Universitetin Mjekësor King George, tha:
Rreth 30% e personave me veshka i drejtohen mjekut shumë më vonë, dhe aq shumë më vonë sa alternativa më e mirë në dispozicion të tyre është dializa ose të shkojnë drejt transplantit në veshka. Pavarësisht kësaj, ne mund të zbulojmë një sëmundje të veshkave në 2 teste të thjeshta. Profesori i nefrologjisë Madhavi Gautaman thotë se shumë persona me presion të lartë të gjakut dhe diabetit kanë probleme me veshkat pasi presioni i lartë i gjakut mund të ngushtojë enët e gjakut, gjë që përfundimisht i dëmton dhe dobëson ato. Përveç kësaj, duhet të punoni më shumë me persona diabetik për të filtruar sheqerin në gjak. Shenjat e para të mosfunksionit të veshkave janë mbajtja e ujit që shkakton ëndje. Në momentin që vëreni se këmbët dhe kyçet i keni të fryra, duhet të kontrolloni dhe të përcaktoni shkakun. Kujdesi gjithëpërfshirës i enëve të gjakut mund të sigurojë një testim të plot vaskular për të përcaktuar se cilat pjesë të sistemit tuaj të qarkullimit të gjakut janë të prekura nga analizat e gjakut për të përcaktuar gjithashtu edhe sëmundjen nga të cilat po vuani. Fryrja dhe entja e trupit gjithashtu mund të ndodhë për shkak të ndryshimit të motit. Entja e këmbëve mund të ndodhë në çdo pjesë të këmbës, duke përfshirë shputat, kyçet, legenin dhe kofshën. Entja e këmbëve mund të rezultojë në grumbullim të lëngjeve ose inflamacione të indeve ose nyje të dëmtuara ose të sëmura. Shumë nga shkaqet e endjes së këmbëve të tilla si dëmtimi ose qëndrimi gjatë në këmbë ose ulur janë të zakonshme, lehtësisht të identifikueshme dhe nuk ka arsye pse të shqetësoheni. Ndonjëherë entja e këmbëve mund të tregojë një çrregullim më serioz si sëmundje të zemrës ose mpiksja e gjakut. Kërkoni menjëherë kujdesin mjekësor nëse këmbët fryen pa ndonjë arsye të dukshme, veçanërisht nëse keni dhimbje të paspjegueshme të këmbëve, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje gjoksi ose shenja të tjera paralajmëruese të një mpiksje gjaku në mushkëri ose sëmundje në zemër. Shumë faktorë që ndryjnë mund të ashpërsojnë gjendjen dhe mund të shkaktojnë edhe një ndryshim të theksuar të fryrjes së këmbëve. Kërkoni kujdes mjekësor urgjent nëse keni entje të këmbëve dhe ndonjë nga këto shenja ose simptoma të mëposhtme, të cilat mund të tregojnë një mpiksje të gjakut në mushkëri ose në gjendje të tjera serioze të shëndetit tuaj. Këto shenja, të cilat paralajmërojnë probleme janë dhimbje gjoksi, vështirësi në frymëmarrje me sforcim, të fikt ose gjendje marramendje, kollitje me gjak. Gjithashtu kërkoni kujdes të menjëhershëm nëse keni entje në këmbë, që ndodhin papritur ose pa ndonjë arsye të dukshme, nëse kanë të bëjnë edhe me probleme të dëmtimit fizik, si nga rënja, dëmtime sportive ose nga aksidente automobilistike. Ndodh që njërin këmbë edhe mund ta keni me më shumë dhimbje që shoqërohet me lëkurë të ftohtë dhe të zbehtë. Problemet jo urgjente që lidhen me entjen e këmbëve ende kërkojnë kujdes të menjëhershëm. Entja e këmbëve, që është një efekt anësor i një ilaçi, mund të duket njësoj si entja e këmbëve që shkaktohet një çrregullim i veshkave. Lini një takim të shpejtë me mjekun tuaj në mënyrë që të diagnostifikoni shkakun. Para trajtimit me mjekun, merrni parasysh këto këshilla sipas DL-saj. Kufizoni sasinë e kripës në dietën tuaj. Vendosni një astëk nën këmbë kur jeni shtrirë, gjë që mund të zvogëlojë entjen që lidhet me grumbullimin e lëngjeve. Vishni çorape elastike dhe me ngjeshje, dhe shmangni çorapet që janë të ngushta në pjesën e sipërme. Nëse nuk shikoni edhe dhëmbëzime nga llastiku, ajo mund të jetë shumë e ngushtë. Nëse keni nevoja të qëndroni në këmbë ose të uleni për periudha të gjata, bëni pushime të shpeshta dhe lëvizni, përveç se nëse lëvizja shkakton dhimbje. Mos e ndaloni marrjen e ilaçeve me recetë pa folur me mjekun tuaj, edhe nëse dyshoni se mund të shkaktojë entje të këmbëve. Gjithashtu mund të lehtësoni edhe lidhjen e entjeve të këmbëve me receta natyrale të cilat mund t'i përdorni në kushte shtëpie, por gjithmonë duhet të informoni mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm që mund të bëni në lidhje me këto problematika. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.